nuk e kam pas asnjëherë këtë. Unë s'kam dash kurrë që cilat merrem me politikë. Dhe sa herë vin zgjedhjet unë mërzitem shumë që ajo është e përfshime. Nuk është gjë e lehtë që ti të jetosh me i gru që merret me politikë aktive, siç besoj nuk është e lehtë për te që jeton me mua që por kur ti e pala që e pson, ti mendon që s'është problem për të tjerët. Po për shembull, ka qellu ieri emision para disa vjetësh tek Fevziu, që unë nuk po e shifsha emision. Unë isha duke pa për shefin tonë në shtëpi, po. O futboll ose po shifja krejt tjetër gjë. Dhe me që unë bëj emision mëngjesi, unë flej herët, zakonisht edhe nga ora 10:30 flej gjumë. Dhe di që çohem në orën 5 mëngjesit, çohem zakonisht, bëhem gati dhe dal. Shoh shtëpinë rrethuar me policë. Policia domethënë mund të dera shtëpisë, domethënë thash, po këta, domethënë. I thash, çka ka ndodh? Kështu na kanë thonë, tha. Nëse mora makinën shkoj të bëj emisionin, domethënë. Edhe aty më thanë këta të redaksisë uresh u të shif që ka ndodhur në YouTube. Edhe ishte bërë një tollovi shumë e madhe, kishte pas një polemik shumë tashpër me dikë tani atje. Ai kishte sjell ca që kishin shkuar te studio opinionit, policia nga krau tjetër, domethënë e kishte shoqëruar policia, kishte sjell deri në shtëpi. Kupton, domethënë. Dhe unë këtë e mora vesh të nesmen, kur mbarova emisionin mëngjes, unë nisa drejta për në shtëpi, domethënë nuk bëra rutinën që bëjmë zakonisht. Edhe gjëja e parë që bëra i thash policëve hikni. Domethënë, po kemi urdhër, leje urdhën, i thash nuk e ruaj vetë rutinë, domethënë duhet. Dhe era dy të pyes këtë, domethënë thash, o i gru çka ke bodje. Ku di jo? Por her pas here, për shembull kur marrim nga këto, tani ka kohë që jemi goxha të qetë, po përpara kur merreshim kështu kanosje gjëra. Kërcënime. Asnjëherë nuk e kemi fol me njëri tjetrin, asnjëherë nuk e kemi shtruar në shtëpi e kështu, sepse më prisi ata që të kanosin nuk bëjnë gjë, domethënë. Jo. Ka shprehje. Duhet të ruhesh nga ai që s'flet. Ai po,